po prit të biesh nga pesha, po nuk po ndodh. Mos vallë ke harruar të bësh disa pyetje vetes tënde, si për shembull, mos po ha pak, me pretendimin se kështu do të bëj deficitin kalorik dhe do të bie nga pesha? Po harron që në fakt duke ngrënë më pak, jo vetëm që nuk bie nga pesha, po bën deficit të nutrientëve kryesor të organizmit, pa të cilët është e pamundur jo vetëm të nxiten reaksionet, por edhe të jetosh në mënyrë të shëndetshme. Pastaj, mos vallë po e lë urinë të ndjek e të përndjek, dhe është një gabim që zakonisht bëhet që e lëm urinë të na marr në mënyrë që të dobësohemi. Nuk e di kush e ka menduar këtë zgjidhje, por të siguroj që nuk është idealja. Dhe në fakt, trupi nuk është fare budalla. Në momentin që ti atë e privon, ai do ta gjejë një mënyrë për të dalë nga ky problem dhe do të shfaqi aftësitë e veta. Dhe cila është ulja e metabolizmit bazal, duke ulur kështu dhe aftësinë për të djegur djamin më shpejt. Ndaj, më pak ushqim nuk do të thotë më shumë rezultat dhe sigurisht për të dobësuar nuk e duhet të kemi urinë. Dëgjoj trupin tënd dhe jepi atë që i takon.